Mbërritja e një avioni të tipit Antonov AN-124 në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari ka ngjallur interes dhe pikpyetje në Kosovë, ndërsa ende nuk dihet zyrtarisht arsyeja e uljes së njërit prej avionëve më të mëdhenj të transportit në botë. Avioni me regjistrimin UR-82008 ul më 6 maj në aeroportin e Prishtinës, por fluturimi i tij nuk u shfaq në regjistrat online të fluturimeve komerciale, duke shtuar misterin rreth misionit të tij. Radio Evropa e Lirë raportoi se ka kërkuar informacion nga aeroporti i Prishtinës për mbërritjen e avionit të prodhimit ukrainas, por nuk ka marrë përgjigje. Edhe Ministria e Mbrojtjes së Kosovës deklaroi se nuk posedon informacione zyrtare lidhur me këtë fluturim. Pamjet e uljes së avionit gjigant janë publikuar nga fotografi i njohur kosovar Arjan Mavriqi, si dhe nga entuziastë aviacionit vendor dhe të huaj, të cilët kanë shpërndar fotografi dhe video në rrjetet sociale. Sipas aludimeve të publikuara nga ndjekës të aviacionit, Antonov AN-124 besohet se ka ardhur nga një bazë ajrore në Gjermani dhe mund të ketë transportuar pajisje ushtarake për misionin paqëruajtës të NATO-s në Kosovë, KFOR. Megjithatë, nga KFOR-i nuk ju përgjigjën pyetjeve të Relit lidhur me këtë çështje. Edhe Ministria Gjermane e Mbrojtjes shmangu konfirmimin ose mohimin e misionit avionit. Si çështje e parimore dhe pavarësisht nga pyetja specifike, ne nuk komentojmë transportet ushtarake, deklaroi një zëdhënës i ministrisë për Radion Evropa e Lirë. Megjithatë, pala e gjermane konfirmoi se forcat armatosura të Gjermanisë përdorin shërbimet e transportit të kompanisë Antonov. Antonov Airlines është pjesë e kompanisë shtetërore ukrainase Antonov, kompani me seli në Kiev, dhe operon një flotë avionësh transporti për mallra të rënda dhe pajisje ushtarake. Avionët AN-124 Ruslan konsiderohen ndër më të mëdhenjt në botë për transportin ajror dhe mund të mbajnë ngarkesa deri në 150 tonë. Sipas të dhënave zyrtare të kompanisë, dy avion të këtij tipi përdoren përmes kompanisë Antonov Logistics Salis GmbH për transportet e NATO-s dhe vendeve të Bashkimit Evropian në situata emergjente apo operacione të lidhura me sigurinë. Për shkak të luftës në Ukrainë, gjendja operative për planifikimin dhe mirëmbajtjen e avionëve është vendosur përkohësisht në Leipzig të Gjermanisë. Kjo nuk është era e parë që Antonov AN-124 zbret në Kosovë. Aeroporti i Prishtinës kishte publikuar më herët fotografi të avionit gjatë një vizite në vitin 2016, ndërsa grupi BBKR Spotters kishte regjistruar një tjetër ulje të tij në janar të vitit 2024. Deri tani as kompania Antonov Airlines nuk ka dhënë shpjegime për fluturimin e fundit drejt Kosovës, duke lënë të hapura spekulimet se bëhet fjalë për një operacion logjistik të lidhur me NATO-n ose KFOR-in.